Atëherë, meqense herën tjetër shpjeguam çfarë është ndërhyrja Kristeller, mbani mend, po bëj një shtesë të vogël nga videoja e kaluar, që në qoftë se në fazën e fundit kur ti nuk po shty dot dhe procesi i lindjes ka qenë me të vërtetë me orë të zgjatura, në qoftë se vini re që operatori shëndetësor vihet mbi kokën tuaj dhe bëhet gati të shtyjë, ju vë duart para krahun dhe krahun këtu, po përpiqet të shtyjë drejt mitrës foshnjën tuaj. Është një nga manovrat të cilat bëjnë pjesë në kategorinë e dhunës obstetrike, obstetre, etj. Nuk e di si mund të quhet tamam. Pse vihet në jetë ndërhyrja, do t'ju shpjegoj në këtë video pse vihet në jetë ndërhyrja Kristeller. Kjo mënyrë vihet në jetë kur lindja nuk po shkon ashtu siç ishte parashikuar. Dhe mjeku do që të shmang një operacion cesarian i ndërhyrjes së shpejt. Nëna ka zgjedhur spitalin shtetëror, e shohin nga duart që s'ka lek të kryej operacionin, ka ardhur për lindje natyrale, pra është parashikuar një lindje natyrale, dhe e shmangin, e shmangin atë që duhet të bëjnë, zakonisht flasim për spitalet shtetërore, sepse është në teori i binte që këtë operacion të paparashikuar në mënyrë urgjente e paguan shteti, le ta themi në thonjza, po flas ëndra në diell tani. Një situatë që nuk vlen shumë për Shqipërinë. Por gjithsesi, nëse keni vendosur të zgjidhni spitalin shtetëror dhe keni nevojë për një operacion të paparashikuar cesarian, i bie që shteti të paguaj, pra struktura spitalore të paguaj ka shumë shpenzime për këtë lloj operacioni i cili nuk ishte parashikuar. Shihen nënat nga duart kur e shohin që s'ka, sepse nëse zgjedh spitalin shtetëror zakonisht e bëjmë për se i kemi të garantuara të gjitha. Pra, struktura spitalore këtë ndërhyrje cesariane e shmang për arsye sepse do të paguhet nga xhepi i tyre. Pra, qëllimi kryesor, leku hedh ujin përpjet. Dakor? Kështu që qëllimi kryesor është leku. Një operacion cesarian kushton më shumë në spitalet shtetërore, është një kosto më tepër. Ndaj përpiqen ta shmangin sa më shpesh të jetë e mundur, duke mos çarg as pak kokën për shëndetin e foshnjave tona dhe për tonin gjithashtu, si nëna, por pos pat e lek, foshnja jote dhe ti nuk vlen një dyshk. Dhe ne këtë e dim shumë mirë, dakor? Kjo mënyrë shpesh bëhet për të marrë pikërisht për të shmangur, më falni, pa marrë miratimin e nënës. Kjo manovër bëhet pa marrë miratimin e nënës, siç ndodhi me mua dhe në lindjen e parë me Tembir, dhe pa shpjeguar fare se çfarë mund të ndodhë, cilat janë rreziqet, cilat janë pasojat e të vënit të jetë e kryerjes së kësaj manovre mbi nënën. Rreziqet dhe pasojat e mënyrës Kristeller për nënën dhe foshnjën do t'i shohim videon e ardhshme. Ju përshëndes që jeni me bebe vogëlush, kalofshin ditë të bukur.